shpjegon për pjesën antiterrorit ose që përdoret nga policia e shtetit banka fundit. Si nuk ka reaguar antiterrori për shembull kur driton Goxhaj përkundrez, më dëgjoj pak, përkundrez. Jo, thjesht për ta shpjeguar për gjithë. Goxhaj mori për ta lexoj deklaratën, për t'i thënë policisë shtetit, për t'i thënë antiterrorit që puna juaj mori fund këtu. Po ato ça lëvizje kanë bërë atë po them. Pak. Puna juaj mori fund. Ju nuk mund t'i shantazhoni, nuk mund t'i kërcënoni, nuk mund të intimidoni antarët e grupit punës me presionin ty që do i fusnin burg, siç i kanë kërcënuar të gjithë antarët e grupit punës, sepse tashmë e keni me mua. Po kur ti shëti të Goxhën aty ti kuptoni që ç'n ka përballë aty. Para ke një komandant. Kjo ka caruar Ramën, le të themi? Ka lut mend, nuk e ka zënë. Kjo lëvizja apo emri Dritan Goxhët apo deklarata, Se pika. ka zënë gjumi vëlla. Pra si dalim në shumë do i kemi gjithë. Se ka lëvizja që i ka spastruar emri Dritan Goxhët apo pikat. Fakti që Dritan Goxhë ka dalë lexoj një deklaratë. Ka treguar që tashmë policia e shtetit kur është përballë grupit punës ka përballë Dritan Goxhë. Antiterrori ka përballë Dritan Goxhë. Dhe pyetja është kush është Dritan Goxhë? Dritan Goxhë është njëri me profil të lartë, profesional ushtarak, operacional, që ka mbledhur rreth vetes njerëz me profil të lartë, profesional, të cilët kur i shef e kupton që këta njerëz janë tashmë mbrojtja e protestës. Nga kush? Nga ajo praktikë që po ndiqe për 2 javë gjys, për të shantazhuar, për të çar kontrolluar. Tashmë protesta ka një figurë që ne gjithë shqiptarët kur e shohim lehtësohemi. Pse lehtësohemi? Ky ka bërë 3 luftra. Ky është një patriot i vërtet. Por mbi të gjitha, ky ka pranuar dhe sakrifikohet, siç është rasti i Hagës, që ky denoncoi gjithë skemën e manipulimit të provave për UÇK-n për të bërë balë UÇK-n, që dorin që ishin gjithë njerëz Sorosit. Altin Raxhimi, një ndër figurat kryesore të prodhimit të dosjes të shtëpisë verdh dhe të gjëra trafikut të organeve në Shqipëri, ke pra historinë time me UÇK. Dhe Dritan Goxhë e bëri me ndërgjegje denoncimin e kësaj skeme dhe kur erdhën ata ta merrnin, Rama krijoi gjithë lehtësitë. Arsyeja pse nuk u deportua dhe arsyeja pse u lirua nga burgu lidhet me disa faktorë krejtësisht jashtë fuqisë dhe peshës së Ramës, për shkak se gjykatësi i apelit që ka liruar Dritan Goxhë nuk mund të shkelte më shtëpitë vet. Si tradhtar, pasi ka një emër të nderuar, biemër të nderuar. Dhe dosja Dritan Goxhë ishte kaq e sqepur keq dhe arsyetimi ligjor që ka bërë gjykatësi i apelit që ka liruar Dritan Goxhë ka qenë vrasës për gjykatën e lartë. I pa aft çdo gjykatë trezonë sepse ishte shkelje e rëndë, ishte rrëmbim personi vajtja e Dritan Goxhë për ta marrë. Pasi nuk ka asnjë jurisdiksion gjykata e Hagës speciale e Kosovës mbi Dritan Goxhë. Dritan Goxhë e bëri me ndërgjegje plota të rrezik. Dritan Goxhë është një person që nuk ja ha fare për rreziku. Se është patriot. Tani mendoje pak. Njëri me kapacitet mendor të nivelit të lartë. Ti e di, unë kam thënë, kam kohë që e them, të vetmin shqiptar që unë ndjek në podcast dhe emisione në Shqipëri, i vetmi që ndjek rregullisht është Dritan Goxhë. Pse? Sepse ka një saktësi milimetrike në geopolitikën ushtarake dhe të sigurisë. Është jashtëzakonshëm. Është perfekt. Unë ndjek dhe podcast në anglisht, e di. Ndjek dhe në italisht. Pas që asnjë më ka rastis në herë që të jenë më të cilësore se analiza e bën Dritan Goxhë kur vjen puna, por edhe për detaje mbi të gjithë. Është njëri që ka 4 gjuhë huaja. Është super i shkolluar, që dëgjoj tash të bësh një nga shkollat për aeroplan F-16 në Turqi, që është e gjithë amerikane si nivel. Për pilot, për teknik aeroplani, ti kupton që do një kapacitet intelektual të nivelit të lartë. Sepse janë shkolla që kanë test inteligjencë rreth parë pa të futesh. E dyta ky ka dhënë provën e patriotizmit sepse babai vet i di kush është. Zës komandanti i përgjithshëm i qytetit shqiptar të Kosovës. Titullin e kishte kolonel, po është i vetmi gjeneral që ka Shqipëria. Se gjeneralet i marrin gradat lufta, nuk i marrin duke bërë paçe. Më kupton logjikën. Dhe e ka si familje traditën, unë nuk kam asnjë lidhje, pavarësisht se kemi gjashtë mbi emrin. Po, shumë mirë, se duhet ta thoja që ta theksohet edhe pse e ke theksuar edhe herë tjetër, por përderisa është tema për Dritan Goxhë sot, jemi nga dy në origjinën e laborisë, jemi nga dy fshatra
që s'kemi Ka lidhje qenë tema me e ditës sot, ne do kalojmë edhe pak edhe ke pjesë e Unë protestës, kam por ka e kam ezaurojmë njohur te- ekzistencën e Dritanit, fatkeqësisht kur ai ishte në burg. Dhe që sa e mora vesh, kam reaguar. Dhe po thep dhe kuriozitet shumë të bukur Po. me Dritan Goxhe. Prej vitesh është normale që mamaja ime, ka qenë gjithmonë oponenca e ime, pse unë dalë dhe aktivizom, apo jo? Se mamaja nuk do që fëmija vetë rrezikoj. Po. Apo jo? Si çdo prind, po. Dhe gjithmonë ka qenë asnjë s'ka qenë dakord me gjërat që bëjmë. Në vetëm në herë në jetë, që ajo ka qenë gjithmonë dakord. Ka qenë kur ne protestojmë për Dritan Goxhe. Kjo tregon edhe figurën e tij se si ngjit në popull. Dhe mund ta them me plot gojë që Dritan Goxhe niveli intelektual e ka nivelit shumë të lartë, niveli profesional e ka shumë të lartë dhe vetëm para një muaji ka deklaruar live në televizor që Rama është i tradhtar dhe tradhtarët meritojnë vetëm plumbin, ballit. Ky është Dritan Goxhe, që ka lënë pa gjumë këta dhe kanë arsye të forta të rinë pa gjumë. Pse? Në moment që këta kanë menduar që me antiterrorin do kontrollonin protestën, që denoncuam dhe dje, dala Dritan Goxhe do thotë që kur shtishe Dritanin, se ke pa dhe shokët e Dritanit. Një pyetje kam, ishte koincidencë ju keni bërë podcastin para që keni folur për antiterrorin, madje ne thamë edhe disa orë para që thamë mesnatë nga ora 3-4 që bëmë edhe ato pardje, para të djeshmës domethënë. Disa orë para keni pas podcastin dhe në protestë del Dritani që shfaqet domethënë. Ka qenë protestë, Po ishte pardje kjo, jo dje. Pardje folëm bashkë për antiterror. Për antiterror por keni folur edhe ke shpendi, po se po 3-4 mjesit. Por disa orë para ke folur ke shpendi. Po folëm mirë bashkë. Patjetër pra, kena thënë ditë para. Ka qenë koincidencë kjo gjëja si unë nuk hyj këtyre temave, a është koincidencë është koincidencë. Unë ke ty kam folur në 3 mjesit, dje. Po. Dhe mas 20 orësh pardje, po si bie dje. Në të gdhirë të djeshmës, po. E bie që mas 20 orësh deti Dritan Goxhe dhe bën lexon deklaratën. Është dhe një kundërpërgjigje e antiterrorit. Thjesht për publikun, ka pas diçka një koordinim midis jush pra si ti ke lexuar për antiterrorin. Për mua ka qenë surprizë kur kam parë Dritan Goxhe. Dhe një surprizë shumë e bukur. Sa i dëgjova zërin ja njoha, i las po bisedoja me Sadri Merin, që kishte ardhur në intervista nga Kushi Show. Po, ka qenë vazhdimisht. Fali sekond një lëviz për të parë që ta shifsha. Pas çunat e Dritani. Ja bëm gjithë kështu. Bravo. Ishte një betejë e fituar për protestën flas. Pse? Sepse Dritani Po përveç asaj kanë pasur marshim pastaj, edhe në marshim ka qenë Po jo më hoq ai banka fundit. Atë dia u hoq për të parë. U pasur protesta për burdet. Ajo që është më e rëndësishme nga gjitha këto ishte që ne pam një person që e dim që ka qenë gati të derë gjakun familjarisht për atë dhe sot jeton me qira. Dhe sot jeton me qira. Një person që mund të bënte biznes, mund të merresh e vesh, mund të kishte palë që të hyte në biznes, që të ta kap truni. Jo, jeton me qira. Ky lloj elementi nuk është element komunist i pëlqimit. Është elementi i garancisë të zhullit ku ndodhemi. Ne jetojmë në zhull. Dhe ky është një person që ne na jep garanci. Pse? Rama mund të blej çfarë doj, mund të shantazhoj çfarë doj. Këtë as e shantazhon dot, e as e blen dot. Dhe ky është një lloj garanti aty prezant. Natyrisht që duke qenë aty s'do thotë që ti s'do shiten. Por ai është prapë aty. Ma kuptove logjikën. Pra unë e pash Dritanin dje si një qenë roje të vullnetit